Prishtina, vendi aktiviteteve, festivaleve kulturore, i cili na jep një frymë krejtësisht evropiane nga viti në vit. Mirë po, çka po na pret në 2026-ën? Po, prap keni me dëgju muzikë, keni me pa ngjarje, keni me shku në festivale. Biletat për sa një helve se kanë fillu me ushit, e që data nga 31 korreke deri 2 gusht janë rezervuar për këtë festival. Festivali më i madh muzikor në Kosovë për edicionin e 6 do ketë emrat mëdhenj ndërkombëtar. Një tjetër festival i madh, jo për muzikë, por për dokumentar është Dokufesti. Ai këtë vit e feston edicionin e 25. Festivali ndërkombëtar i filmave dokumentar fillon me datat 7 deri me 15 gusht në Prizren. Kryeqyteti jonë në shtator do e pres edhe edicionin e 18 të Prifest. Edhe këtë vit do shohin filma dhe dokumentar me ngjarje kinematografike. Një tjetër festival i madh, jo shumë larg kilometra nga Prishtina, është Etnofest. Edicioni i 16 i hap dyert në Korrek, aty ku do bëhen bashkë tradicionalja me modernën. Festivali muzikës bashkohore apo Remuzika Festival do të mbajë edicionin e 25 me radhë në tetor të këtij viti. Festivali i birës dhe muzikës pop dhe rock, Beat Fest Prishtina, këtë vit numëron edicionin e 16 me radhë dhe dyert do i hap në muajin korrekt. Po shkojmë në Pej, aty ku festivali filmave të animuar apo Anibar Festival do të festoj gjithsej 17 vite. 12 deri me 18 korrek janë datat ku do mbahet ky festival. Jo shumë larg Pejës është Rahoveci, i cili njihet për festivalin agrokulturor të muzikës dhe verës Hearth Fest. Ata festojnë edicionin e 12 me radhë, i cili do fillojë në shtator. Për një muaj rresht, festivali i muzikës klasike në kryeqytet, Chopin Piano Fest, do sjell tinguj të muzikës klasike. Këtë vit ata kremtojnë edicionin e 16 me radhë. Këto janë vetëm disa nga festivalet kulturore në Kosovë, por ka edhe plot tjera. E ti mos e le pa përjetu këto aktivitetet cilat janë të paharrueshme.